Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar se Kuba është gati për të rrëzuar pas operacionit ushtarak amerikan që çoi në kopjen e udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro. Duke folur për gazetarët në bordin e Air Force One, Trump tha se Havana do të kishte të vështirë të rezistonte pa furnizimet me naftë të subvencionuara nga Venezuela. Duke folur për gazetarët në bordin e Air Force One, Trump tha se Havana do të kishte të vështirë të rezistonte pa furnizimet me naftë të subvencionuara nga Venezuela, duke sugjeruar se rënja e regjimit kubanez mund të ndodhë pa nevojë në një ndërhyrje ushtarake amerikane. Presidenti amerikan theksoi se nuk e sheh të nevojshme ndërmarrjen e një operacioni ushtarak ndaj Kubës, duke deklaruar se situata aktuale tregon se vendi po shkon drejt rënjes. Ai shtoi se gjatë operacionit amerikan kundër Maduros ka pasur shumë viktima nga pala tjetër, përfshirë shtetas kuban të përfshirë në ngjarje. Qeveria kubane konfirmoi se 32 shtetas e saj u vranë gjatë operacionit amerikan për kapjen e Maduros, duke sqaruar se viktimat ishin antarë të forcave të armatosura dhe agjencive të inteligjencës. Në shenjë, autoritetet në Havanë shpallën 2 ditësie kombëtare, një deklaratë zyrtare dhe me detaje të hollësishme me rolin e këtyre forcave në Venezuelë, por theksoi se Kuba dhe Venezuela janë aleate të vjetra. Presidenti kubanez Miguel Díaz-Canel deklaroi se trupat kubane kishin ofruar mbrojtje për Nicolas Maduro dhe familjen e tij me kërkesën e drejt të autoriteteve venezueliane në kuadër të bashkëpunimit dypalësh. Ky bashkëpunim ka përfshirje prej vitesh mbështetje në fushën e sigurisë nga ana e Kubës në këmbim të furnizimeve energjetike nga Venezuela. Nga ana tjetër, autoritetet venezueliane kanë konfirmuar numrin e saktë të viktimave të gjatë operacionit amerikan në kompleksin e Maduros në Caracas. Sipas të raportimeve të New York Times, që citon një zyrtar venezuelian, të pa identifikuar numri të vdekurve ka arritur në 80 dhe pritet të rritet. Pas këtyre zhvillimeve janë shtuar pikpyetje nëse administrata Trump mund të marrë në konsiderat një operacion të ngjashëm dhe kundër Kubës, një vend që ashtu si Venezuela ka pasur për dekada marrëdhënie të tensionuara dhe armiqësore me Shtetet e Bashkuara.